إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه من خلقه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بعد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد Vetëm Allahun e adhurojmë, vetëm atë e falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatet, selamet dhe përshëndetjet më të përzemërta dhe më të sinqerta çdo herë dhe pa ndërprerje më të dashurit të Zotit ja dërgojmë Muhammedit alayhi salatu wassalam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë pasuesve të traditës së tij deri në ditën kur nuk do të ekzistojë më kjo gjësi. Zoti i Madhërisht në Kur'anin fammadh urdhëron e thot: O ju besimtar, tregoni dhe dëshmoni frikë respekt meritor ndaj Zotit tuaj, dhe mos flisni vetëm se atë e cila është e drejtë, e qelluar dhe e vërtetë. Nëse ju e bëni një gjë të tillë, Allahu do ta përmirësoj juve veprat tuaja, do ua fal juve mëkatet tuaja. Kush e pason Allahun dhe të dërguarin e tij, do të përfundojë si triumfues madhështor. Besimtarët të nderuar, falënderimet më kulmore i takojnë Allahut Madhërisht, i cili na mundsoi arritjen e këtij Ramazani dhe arritjen e xumas së dytë në këtë muaj të bekuar. Vlera dhe mirësi këto që u jepen besimtarëve të Allahut për t'i shfrytzuar. Falenderojmë Allahun e Madhërisht për përjetimin e këtij muaji me të gjitha karakteristikat e veta që i ka, atë të adhurimit të Allahut përmes namazit, agjërimit, sadakas, por njëherët edhe përmes bashkimit familjar. Ramazani, prej specifikave të veta që e ka, është edhe bashkimi i familjarëve, bashkimi i zemrave përmes bashkimit të sofrave. Është një mirësi jashtëzakonisht e madhe, sepse jashtë Ramazanit, kryesisht për shkak të dinamikës së jetës, për shkak të angazhimeve të shumta, po largohemi. Ndoshta edhe për së tepërmi, por fatmirësisht çdo vit e ka muajin e bekuar të Ramazanit që na e përkujton mirësinë dhe vlerën e bashkimit familjar, vlerën e të qenit së bashku, e të ushqyerit së bashku, e përjetimit të gëzimit të iftarllëkut në xhirin familjar. Andaj kjo vlerë dhe ky mesazh duhet të zë vend në zemrat tona, nga se një prej çështjeve më të rëndësishme në jetën e besimtarit është ruajtja e lidhjeve familjare. Jo më kot Allahu i Madhërisht në surën An-Nisa thot në fundin e ajetit të parë: "Wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham inna Allaha kana alaykum raqiba." Tregoni devotshmëri në raport me Allahun, në raport me Zotin, rreth së cilit ju pyesni, pra interesoni për të, edhe gjithashtu edhe në raport me familjarët tuaj. Pra e ka përmendur devotshmërinë ndaj Allahut paralelisht me ruajtjen e lidhjeve familjare, sepse kjo çështje është tejet e rëndësishme. Prandaj në fund të ajetit thot: "Inna Allaha kana alaykum raqiba", padyshim se Allahu është kontrolluesi juaj, pra është në mbikëqyrjet tuaj të përhershme. Çfarë do që ju të veproni në raport me Allahun fillimisht, mos harroni se Allahu ju mbikëqyr. Por dhe çfarë do që të veproni në raport me njerëzit, e me theks të veçantë në raport me familjarët tuaj, mos harroni se Allahu është mbikëqyrësi juaj. Ruajtja e lidhjeve familjare është aq e rëndësishme saqë pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam e cilëson si shenjë të imanit, si argument të imanit, siç thotë: وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ. Kushdo që e beson Allahun për Zot, edhe e beson ditën e gjykimit, atëherë
le t'i ruaj lidhjet familjare. Pra është çështje imanore, është çështje besimore. Çdo neglizhim i ruajtjes së lidhjeve familjare realisht është neglizhim i imanit, është neglizhim i raportit ton me Allahun e Madhërisëm. Nga se një prej shkaqeve që e fuqizon raportin ton me Zotin e Madhërisëm është pikërisht ruajtja e lidhjeve familjare, sepse familja është jashtëzakonisht e vlerësuar dhe e çmuar tek Allahu i plotfuqishëm. Pastaj thot pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam për të na treguar se sa e vlefshme është kjo çështje. Thot: "Men sarrahu an yubsata lahu fi rizqi aw yunsa lahu fi athari falyasil rahima." Kushdo që dëshiron që Allahu t'ia begatoj pasurinë, t'ia shtoj apo t'ia begatoj pasurinë që eventualisht e ka në posedim, dhe kushdo që dëshiron që t'i zgjatet jeta, t'i zgjatet ymri, atëherë le t'i ruaj lidhjet familjare. Shprehja e përmendur nga ana Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam në këtë hadith, "Au an yunsa lahu fi atharihi", i ka tre kuptime sipas gjithë dietarëve. Kuptimi i parë është se i forcohet, i fuqizohet trupi i tij, pra i shtohet fuqia në trup. Kuptimi i dytë është se lë gjurmë pas vetes, do të përmendet për të mirë edhe pas vdekjes. Kuptimi i tretë, dhe ky është mendimi më i saktë, është se i shtohet jeta, i shtohet ymri, sikur se thon dietarët, nëse Allahu i Madhërisëm ia ka shkruar dikujt që të jetojë për shembull 70 vite, kushtimisht po them në fusnot ja ka shënuar nëse ky person i ruan lidhjet familjare, Allahu do ja shtoj jetën edhe për kaq vite. Pra kaq është e rëndësishme që t'i ruajmë lidhjet familjare. Mos ruajtja e lidhjeve familjare është teje e rrezikshme, saqë pejgamberi Allahut thot sallallahu alaihi wasallam: "La yadkhulu al-jannata qati'ur rahim." Nuk do të hyjë në xhenet ai që i kput lidhjet familjare, ai që prishet me familjar. Çfarë do që të jetë arsyeja? Nga se nuk arsyetohet kur dikush i kput lidhjet familjare për shkak se një familjar e ka nënçmuar apo dhe i ka bërë padrejtësi. Kjo nuk e arsyeton kputjen e lidhjeve familjare, sepse kur erdhi një njeri tek pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe i tha: "Ja Rasulullah, unë tha kam një hall me familjen time. Tha unë i vizitoj, ata nuk më vizitojnë. Unë i mirë trajtoj, ata më keq trajtojnë. Unë ju buzëqesh, ndërkaq ata irritohen prej meje." Tha pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam: "Ti ruash lidhjet familjare nuk do të thotë që dhuratën t'ua kthesh me dhuratë, vizitën me vizitë, buzëqeshjen me buzëqeshje, por do të thotë kur ata ty të kpusin, ti i ruan lidhjet familjare." Ky është ruajtës i lidhjeve familjare, sepse ta ruash lidhjen familjare për ndonjë interes të caktuar, siç është mirësjellja, buzëqeshja, apo për shembull vizita e kështu me radhë, është krejtësisht normale. Këtë gjithë mund ta bëjnë. Por ta ruash lidhjen familjare për hir të Allahut Madhërisëm, edhe kur të tjerët nuk të ruajnë ty, kjo është shenja më e drejtë për drejtë e imanit tonë në raport me Allahun, sepse ne nuk i trajtojmë ata kësaj për shkak se ata e meritojnë. Nga se ai që të shan, të ofendon, madje të bën padrejtësi pe familjarëve, ai nuk e meriton një trajtim të tillë. Por Allahu e meriton që ne t'i trajtojmë kësaj për shkak se ne duam t'ia dëshmojmë Allahut se çfarë besimtar jemi. Ktu është çështja. Dhe nëse ne i bëjmë një gjë të tillë, ne jemi të ngritur tek Zoti i Madhërisëm. Pra nuk ka kategori më fisnike e besimtarëve se sa ajo kategori e cila i zbaton urdhrat e Allahut me përpikmëri e madje edhe me dashamirësi. Ndonë se nuk është e lehtë, është shumë e vështirë. Por pejgamberi Allahut çfarë thot sallallahu alaihi wasallam? Thot: "Besimtar më i mirë është ai i cili përzihet me njerëz, pra jeton me njerëz dhe i duron çytjet e tyre, ngacmimet e tyre, apo dhe dëmtimet e tyre, se sa një besimtar i cili izolohet dhe tërhiqet kur i përjeton këto gjëra." Pra ne duhet t'ia dëshmojmë Allahut se sa sinqerisht e besojmë atë dhe se me të vërtetë e synojmë kënaqësinë e tij. Prandaj besimtarët të nderuar nuk ka situatë më të volitshme, nuk ka rrethana më të përshtatshme për t'i rregulluar raportet tona familjare se sa në Ramazan, sepse zemrat tona janë të pastërta në Ramazan, janë të qeta për shkak të shpëtimit nga
çytjet eventuale që i kemi jashtë Ramazanit, për shkak të lehtësimit nga ana e Allahut me prangosjen e djajve, me hapjen e dyrëve të xhenetit, me mbylljen e dyrëve të xhenemit dhe me shumë gjëra tjera që Allahu i ka përgatitur dhe i ka servuar për neve në mënyrë që zemrat tona të gjallërohen, të ndryshohen dhe gjendjet tona gjithashtu të ndryshohen. Andaj lumë për atë besimtar i cili e shtrin dorën e pajtimit, e shtrin dorën e mirëkuptimit, e respekton vetveten duke i respektuar të tjerat. Dhe unë ju këshilloj që t'i thrisni në iftar ata që nuk ju vinë pe familjarëve t'juj. Ju këshilloj që ju të bëni të parët që t'i ftoni ata, sepse përmes kësaj ju ja dëshmoni Allahut se jeni të qiltër në zemrat tuaja, jeni të sinqert, jeni vetmohues, ju e shkelni egon e juaj që ju cyt për të keq. Ju nuk lejoni që mendjemallësia të zë vend në zemrat tuaja. Ju nuk lejoni të bini në nivelin atyre që ju ofendojnë, ju shajnë apo ju bëjnë padrejsi, sepse ju jeni besimtar të Allahut Madhërisëm. A nuk e përmendëm më herët se si disa prej familjarëve të Muhammed Mustafas sallallahu alaihi wasallam, jo që e kanë nënçmuar, por dhe e kanë luftuar, por kur goja e tij nuk kanë nxjerrë ndonjë ofendim për ta, ndonjë nënçmim për ta. Përkundrazi, i ka respektuar, i ka nderuar, edhe pse nuk e kanë merituar, sepse ka qenë pejgamberi Allahut, sepse nuk ka leju që personaliteti i tij me ra në nivelin e atyre që kanë ra në këto humner të devijimit, nga se ai ka dashur t'ia dëshmoj Allahut të Madhërisëm sinqeritetin, besim që e ka pasur, për kushtimin e zellshëm dhe të përshpirtshëm ndaj Allahut Madhërisëm, nga se xheneti nuk fitohet vetëm se me pastërti të zemrës, vetëm se me qiltërsi të njetit, qëllimit. Prandaj, çfarë thot Allahu në Kur'an? Në ditën e gjykimit, la yanfa'u malun wala banun, nuk bën dobi as pasuria dhe as evladi, illa man ata Allah biqalbin salim, përpos ai që i paraqitet Allahut me zemër të shëndosh. Dhe zemra shëndosh e nënkupton një zemër e cila nuk mban urrëtie, e cila nuk mban zili, smir, xhelozi, por ka qiltërsi, përkundër vështirësive që mund t'i përballoj dhe mund t'i te i kaloj në raport me familjarët e tij të padrejt, ai dëshiron që ta fitojë kënaqësinë e Allahut me durim, me përkushtim ndaj tij dhe me ruajtje të shëndoshmërisë së zemrës së tij. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin.